Kallzo.com ka publikuar të hënën raportin e monitorimit të afatit të parë të testit të maturës nga gjithë territori i Kosovës. Muhamet Hajrullahu, koordinatori i ekipit të monitoruesve të Kallzo.com, tha gjatë konferencës se përkundër përmirësimeve të vërejtura në krahasim me testin e vitit të kaluar, edhe si vjet procesin e kanë përshkuar disa parregullsi. Kopjimi dhe shpërndarja online e testit të maturës në rrjetet sociale mbeten edhe më tej problemet më të mëdha në këtë proces. Në këtë drejtim nevojitet një komunikim më i rregullt ndërmjet mashtit dhe policisë së Kosovës për ta parandaluar dhe luftuar këtë fenomen që po përsëritet. Ai përmendi se në disa raste janë penguar edhe monitoruesit e Kallzo.com gjatë kryerjes së punës së tyre. Sipas drejtorit të Internews Kosova, Faik Ispahiu, mangësitë kryesore që duhet të tejkalohen janë situatat si mungesa ose vonesa administruesve, problemet dhe mospërputhja e listave me emrat e nxënësve, të cilët kanë të drejtin në shtrohen testit, e sidomos qartësimi, informimi dhe uniformimi i rregullave të testimit. Kallzo.com ka memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që përmes infrastrukturës tashmë të ndërtuar të Kallzo.com-it të monitoroj testin e maturës shtetërore 2015. Të njëjtën gjë Kallzo.com kishte bërë edhe vitin e kaluar. Raporti përmbledh edhe rekomandime për organet relevante përfshirë edhe nevojën që testi të vazhdojë të zhvillohet në klasa me nga 15 nxënës, testi të zhvillohet me dyert të hapura, shpërndarjen me kohë dhe në formë të qartë të protokoleve për përgjegjësitë të zyrtarëve të përfshirë në administrimin e testimit, në mënyrë që të jenë të informuar dhe të përgatitur në detaje për të gjitha situatat e mundshme që mund të paraqiten gjatë procesit të testimit për të siguruar një reagim uniform në tërë Kosovën gjatë mbarvajtjes së testimit.